Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë: "Inna Allaha la yaqbalu min 'amali illa ma kana lahu khalisan." Ka Allahu nuk e pranon asnjë vepër përveç nëse është e sinqert. Në hadith tjetër ka thonë: "Ana aghna ash-shurakai 'an ash-shirk." Ka unë s'kam nevojë për shirk. Shirk do thonë me bëj edhe për Allahun edhe për dikën tjetër. Sinqeriteti, pse njerëzit nuk bëhen sinqert? Se është e zashme pa. Është e zashme pa. Për arsye se nefsi vllazni. Nefsi, momenti kur është sinqert nuk ka kur gjë për veti. Nefsi çka don pak me botje. Po. Kur njeri e ka sinqeritetin, nefsi si jetë kur gjë heq. Nefsit egos që ka qef mu dok ai në publik për diçka, nuk jetë kur far nasibi, nuk jetë kur far pjesë atina. E për çka ka thonën është e zëshme pak sinceriteti. Pastaj ka sene të cilat vinë në zemrën e i bojnë e përshpëritin, e thirrin nefsin. Shejtani e thirrën, hey, qële mëre, ty s'ta përstu për me në emni heq, po ti e bune e krejt e me të pa amën. Ty asë qitën për pora, asë ta dhanët mirë njohjen, adinet që kanë mirë njohje, ata që morën mirë njohje, të një ata doni aty, kaldhën që mune, që shë akun bonë, shë akun bonë. A shë jo, do të më konë shumë të kujdeshëm të puna e sinceriteti, ka thonë Sufjan al-Thauri. Ka thonë Sufjan al-Thauri, ma alejtu shejën, aleje min nijeti, ka thonë s'ku pos një kem matë madhë, mas shumëti që e munuën për me shëruën dhe vetën teme është konë të puna e njetit. Ka unë pse se aja shpesh mu drëdhejke, shpesh shtike më thonë, kënda ka dalë, që dhe ti pak do të më konë qëto, edhe ti pak du me kalëzu vetën, edhe ty du më të njoftë, edhe ty e ty shëdohan, punën më të madhe, shërimin më të madhë që ja këmë kushtuhëne, ilaqin më të madhë që ja këmë dhonën nefësit temë është që më konë punë një pasën të sinqerë tamë. Ditën e kiametit, ka thonë Ibn Qayyim, ka thonë ditën e kiametit, kanë mu dalën dy kanare ditën e kiametit. E pari ka thonë, për kënë e ke bo, të sinceriteti. Edhe qysh e ke bo, për shka I vjen qysh e ke bo, si pas sunetit. Për kënë e ke bo, e ke bo për Allah. Edhe qysh e ke bo, e ke bo si pas sunetit për nga mejtë alayhi salatu wassalam. Por shta njërë në raport me njetin, I ka disa faza. Për shemull, mundën e pas njetin e mirë, po puna e keqe. A pranohet vepra? Jo. Mundën të më konën puna e mirë, njeti keq. Shka mund? A lehu gjajën mirë. Asë një unë asë ta. Shka të më konën? Më konë njeti mirë, edhe puna e mirë, më pranu. Njeti mirë për Allah, puna e mirë, si pas rregullat të pejgamberit, si pas rregullat që nga mësu feja neve Islama, jo, si pas rregullat që cilat I qesin njerëzit, Allahu në baftë të sinqert, ta është e kena muin e sinceritetit. Ta është e kena shansën një muj dit, mu mësuar, mu kalitën, se qysh më konë të sinqert në Allahu dhe në shanë.